Coach Greg, maratonic game. Yeah, it lasted for 3 hours. You waited in the locker room. Anyways, you managed to get the win. Pristina was had a 6 points lead only in the first quarter. Then you managed. They came back to 3 points. What happened in the last quarter? Well, I thought we made plays. They definitely came back. Good teams do. Pristina is a very good basketball team. We knew that. You mentioned the marathon. I was very concerned at halftime how especially our older guys would come out after sitting in the locker room for a long time. But to their guys' credit, we just persevered. It wasn't always perfect, but we seemed to make the right decisions. Kept our turnovers to a minimal. And which you have to do against a good team. And like I said, just in the end, just made the right decisions, made the right plays, made the right shots, got the stops when we needed. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. Thank you. Pra, po e përmbledhë shumë shpejt ato që tha trajneri Greg Gibson. Prishtina është një skuadër e mirë, skuadër e fortë. Në pyetjen time se ishte kjo një ndeshje maratonike, po tha më ka brengosur shumë kjo pauza pushimit të cilën e pati Prishtina për shkak se në zhveshtore unë kam pasur lojtar pak më të moshuar të cilët kanë mundur të ftohen, pra ishte I brengosur për shkak të asaj. Megjithatë ne kemi bërë vendime të mira në çaste të mira. E kemi ditë që Prishtina do të kthehet, ajo u kthye. Dhe në fund pra kemi arritur që me shënime të mbajmë tempin, të mbajmë lojën dhe ta fitojmë këtë duel. Ishin fjalët e trajnerit Greg Gibson, tani do ta kemi edhe trajnerin Kakiusis pranë me. Coach, maratonic game, 3 hours. It's a joke. What happened today here is a joke. And because, first of all, don't play the game in the election days. Very simple. I don't know what clever mind think this. To play a game in the election days. And 5 o'clock. First of all, this is stupid for everybody. For the other team, for us, for the fans. No police here. It's like this. So, I don't know who decided about this. Second, about the game, if you stay out for 1 hour and a half without playing the game, the game is always you gambling the game. And we know how to play against a very good team. We play -2 players, always. Muya out, without one American, and they have 7 players, and they choose every time who's going to play. No complaint about them. This is their job. Congratulations for them and everything. Congratulations to my players too, because they give everything. A lot of problems in the team, but we need to be focused and try to play basketball also when the situations are bad. Out of the court, into the court. Referees, bad calls, 33 free throws. We don't play basketball, it's like this. I don't say that they try to help the other team all, try to be against us, but this is the way. They are bad or not, we'll see, but this is the way. Anyway, we have a lot of road to go. I know we know that it's going to be tough, it's not easy. But we need to fix, our problems in the team. And after try to be, more effective in the floor. We are okay for 2 months. We play okay, everything is okay, and without problem, without any reason, we create some problems. But I think now we're going to try to fix everything and help the team be better and better, help Pristina be better and better, the fans, the people, because the city deserves all of these kind of things, and we work very hard for this. And I believe in my team, I believe in myself, of course, for my work. And I am sure that, we're going to be better and better, and we'll have winnings, we're going to lose the games, but as a team, we're going to be better, and we're going to fight till the end. Thank you very much. You're welcome. Po e përmbledhje ato që tha trajneri Mihajlis Kakiusis, pra fillimisht sa I përket ndeshjes maratonike, ama pari nuk është në rregull që ndeshja është caktuar në ditën e zgjedhjeve, në ora 5, edhe pa prezencën e policisë, nuk e di se cila mendje edhe me çfarë mendje është vendosur kjo ndeshje të zhvillohet në këto kushte, në këtë termin, marrë parasysh se kjo nuk është korrekte as ndaj publikut, po as ndaj skuadrave në ora 5 një ndeshje tillë derbi. Pastaj sa I përket vetë ndeshjes, tha kemi pasur telashe si skuadër, kemi pas probleme të mbrendshme, mungesa një Amerikani, mungesa edhe e Mujës, duke pas fjalën për Muhamed Ali
janë njevën disa probleme të krijuara kohëve të funit për brenda ekipit. Po tha ato duhet ti menaxhojmë dhe ti rregullojmë, pati vretje edhe në mënyrën e referimit, jo se referët i kanë ndihmuar skuadrës së PES, ato e mohojnë mirë, po 33 gjuajtje të lira për skuadrën e PES ta janë shumë. Referët duhet të shikojnë mënyrën dhe kriterin e referimit, të na lejojnë të luajmë basketbol, nëse ata referojnë mirë apo jo, do të shihet. Po në një mënyrë dha kritika edhe për mënyrën e referimit, duke ju kthyer po ashtu se skuadra, pra tani do të ketë udhëtime, ka të lashe, disa të lashe të mbrëmshme, tha për 2 muaj, skuadra jonë ka punuar shumë mirë, ka qenë në rregull, çdo gjë ka shku si duhet dhe për një herë janë krijuar disa të lashe, disa probleme të panevojshme prej askund, të cilat na futën në të lashe. Megjithatë tha ne besojmë në vete, unë besoj në lojtarët e mi, i uroj lojtarët e tij për luftën e bërë dhe për pjekjen të cilën e kanë bërë sot, dhe tha gjithsesi se besoj në punën time si trajner dhe gjithsesi se do të mundohemi të përmirësohemi, do të luftojmë sepse ky qytet, pra tifozët dhe ky qytet e meriton që ne të bëjmë më shumë dhe tha do të bëjmë më shumë, ishin fjalët e trajnerit Kakiuzis. Adhurues të basketbollit, pra Go plus Peja 95, Prishtina, Sigal Prishtina 90 rezultati final, Go plus Peja mbetet e pamposhtur, 5 fitore, lidere, 5 fitore, pa humbje. Do të shohim se si do të arrijë ndeshja Golden Eagle Ylli Bashkimi dhe nëse këto 2 skuadra do të mbeten të pamposhtura si kolidere, të takohen javën e ardhshme në Sezai Suroi në Super Derby mes të Bashkimit dhe Go plus Pejës. Për Sigal Prishtinën është kjo humbja e dytë pas asaj nga Bashkimi sonte edhe nga Pejanët. Nga Unagon Femeu dhe ekipi realizuesi Effect Media dhe Art Motion, kaq për sonte, shihemi në transmetonet tona të radhës.